Nëse zhvillimi i njerëzve apo zhvillimi i stafit është qenë si kryesor për rritje dhe zgjerim të kompanisë. Kjo është historia e suksesit e Speaks dhe menaxherin e HR-it i kemi sot këtu me neve në PR Zone është Albina Berisha. Përshëndetje dhe kompletin të kemi sot këtu. Fiona, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit edhe juve që keni gjetë kohë. Shpesh flasim për strategji, për teknologjinë në rritje që është çdo vit më shumë, por në thelb gjithçka nis edhe zhvillohet nga vetë njerëzit. Kështu që tregom sot Speaks është një kompani me shumë punonjës, se përmende me mira punonjës sot Speaks ka në të gjitha degët edhe ka zhvilluar standarde shumë të larta të punës, për cilat edhe flitet kudo. Sa e rëndësishme është për juve pjesëmarrja në Power to HR, një summit që tashmë po merr për masa globale lidhur me burimet njerëzore. Faleminderit Fiona për ftesën, për të marrë pjesë në PR Zone. Është tepër me rëndësi që Speaks me qenë prezente në Power to HR, sepse Speaks ka shumë me nda përvojën e vetë, aspektin e menaxhimit të resurseve njerëzore. Speaks është themeluar para 10 viteve dhe tash i ka mbi 2000 punëtorë që operojnë në Kosovë, kryesisht që operojnë për tregun zvicran. Do të thotë pas shkaqeve teknike të cilat stafi i Speaks posedon, ata kanë edhe një uri të larta të gjuhës gjermane, frënge edhe italiane. Mirë po jo vetëm. Pas operimit në tregun zvicran, Speaks operon edhe në shtete tjera të ofron shërbime për shtete tjera në Evropë. Mirë po edhe pjesëmarrja jonë këtu tregon që Speaks ka disa vlera, sidomos në temën për cilën jemi të bisedu sa i përket zhvillimit të fuqisë njerëzore. Prandaj edhe po marrim pjesë në këtë konferencë. Shumë kompani thonë që njerëzit i kanë si kryeqendër, që janë qendra e kompanisë, po për juve si Speaks, si ndodhi zhvillimi i kapitalit njerëzor që të jetë motori kryesor i kompanisë? Po, si që edhe ceka njerëzit të cilët me i punëson, duhet të kenë nivel të lartë të gjuhës, fillimisht, mirë po nuk mjafton. Do të thotë në gjatë procesit të onboarding, Speaks ju ofron minimum 1 muaj training intensiv. Po sigurojme që kandidatët jenë përgatitur për me bëu punën e tyre sipas standardeve të cilësisë të cilat i kërkojnë klientët parë. Mirë po edhe gjatë vitimit, pas që e kalojnë atë fazë, gjatë kohës që janë duke dhënë shërbimin, kemi metoda të veçanta me të cilat i fuqizojnë njerëzit. Tërkohen kanë bashkëngjetjet vazhdueshme, tërkohen kanë vlerësim të performancës, tërkohen kanë trajnime të shkurta. Kemi tash edhe platforma Ascendio që promovojnë këtë që quhet microlearning. Edhe përmes këtyre njëjtave mundohemi që të sigurohemi që të ofrojmë shërbim sa më të cilësisht përmes njerëzve të cilët ne i kemi. Po ashtu Speaks ka The Speaks Education, e cila është një shtyllë për promovimin e gjuhës gjermane, edhe aty të rinjt munden me shku edhe me ndjetë kurse për besim më shumë, po edhe për mirësim të gjuhës të cilën ata e përzgjedhin. Në këtë rast gjuha gjermane është ajo të cilën ne jemi të fokusuar, po Speaks Education ofron edhe gjuhë. Tregom disa raste konkrete kur një investim në aftësitë e ekipit ka bën ndonjë kthesë të rëndësishme brenda kompanisë. Siç edhe thash, çdo projekt ne fillon me trajnim të stafit. Trajnimet janë të cilësisë së lartë, që vipen nga profesionistë të fushës, edhe përmes këtyre trajnimeve ne gjithmonë mundohemi që të arrijmë atë nivel të cilësisë të cilën e kërkon klienti. Për shembull, nëse një klient kërkon një nivel të gjuhës gjermane dhe ka nevojë për një shërbim që ka aftësi teknike, ne ja ofrojmë atë aftësi përmes trajnimeve dhe akademisë tonë të brendshme,
për të arritur nivelin e cilësisë që e kërkojnë ata. Pra, me një fjalë, çdo investim që e keni bërë deri më sot e ka pas një rol të caktuar në zhvillimin e kompanisë. Tregom kur një kompani rritet kaq shpejt siç është rritur edhe Speaks gjatë këtyre viteve të fundit. Mundet me ndodhë që kultura të zbehet brenda ekipit. Cila është një mënyrë konkrete që ju ka ndihmu juve si Speaks me mbajt zhvillimin profesional në qendër, edhe pse numri i punonjësve është kaq i madh? Ne kemi siguruar që proceset tona të punës janë të definuara dhe përmes rritjes së Speaksit edhe proceset e punës janë zgjeruar në ato qytete apo sites që ne i quajmë ku Speaksi operon. Ne kemi vazhdimisht komunikim me ekipet tona dhe vazhdimisht investojmë për të marrë feedback për zhvillimin e njerëzve në ekipet të caktuara. Po ashtu, niveli menaxherial apo mid-level management është profesional i trajnuar dhe përmes këtyre zinxhirëve të komunikimit sigurojmë që gjithçka të jetë në harmoni me standardet e punës të Speaks. Ne po ashtu kemi një departament që quhet Akademia, kemi departamentin e burimeve njerëzore që është shumë aktiv për të siguruar këtë pjesë. Tregom një këshill që e kishë me kompanitë që synojnë të rriten ndoshta edhe nëpër masat e Speaksit. Çka do t'i këshilloje kur bëhet fjalë për njerëzit? Trajnim i vazhdueshëm për njerëzit, zhvillim i vazhdueshëm dhe marrje informatave të vazhdueshme se çfarë po ndodh me ata njerëz, si po shkon zhvillimi i tyre, çfarë tjetër ka nevojë, ku janë ato zbrastirat të cilat kompania do tutje të investoj dhe konsistenca në zhvillimin e gjitha këtyre proceseve. Vetëm nëse ne jemi konsistent për të zhvilluar njerëz, për të mbajtur njerëz, atëherë mund të kemi rezultate siç edhe presin kompanitë. Albina, faleminderit shumë për kohën, ishte kënaqësi dhe shumë suksese juve në rrugtimin tuaj. Faleminderit Jona për ftesën. Ishte kënaqësi. Kënaqësia ishte imja. Faleminderit.